Ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndajmë zhvillimet kryesore duke nisur me urdhrin e Bashkisë Vlorë për pezullimin e ndërtimeve gjatë sezonit veror, kanë ngjallur reagimet forta në sektorin e ndërtimit. Ndërkohë që synohet mbrojtja e turizmit dhe qetësia për vizitorët, bizneset paralajmërojnë kosto të papërballueshme dhe ngren pikpyetje mbi bazën ligjore të këtij vendimi. Për Blu Televizion flet kreu i shoqatës së ndërtuesve Altin Karalli. Një urdhër i ri i Bashkisë së Vlorës për pezullimin e ndërtimeve gjatë sezonit veror ka ngjallur reagime në sektorin e ndërtimit, ndërkohë që synohet mbrojtja e turizmit dhe garantimi i qetësisë për vizitorët. Bizneset paralajmërojnë kosto të papërballueshme dhe ngren pikpyetje mbi bazën ligjore të këtij vendimi. Cilat janë pasojat e këtij urdhri? Për Blu Televizion flet kreu i shoqatës së ndërtuesve Altin Karalli. Nxjerrja e këtij urdhri ka qenë i papritur nga ana jon. Nuk kemi pasur kontakte apo njoftime për të bërë një konsultim me ne përpara se sa ne të na pezullohet puna. Dhe ato urdhra që kanë qenë më përpara, kanë qenë me orare kufizuese dhe ne jemi dakord që të ndërpritet ndotja akustike në afërsi të zonave që kanë intensitet lart turizmi. Po nuk mund të ndërpresësh ti punime elektrike, punime të suvatime të brendshme, punime të mirëmbajtjes apo punime që janë të emergjencë. Jemi shumë dakord që sezoni turistik të jetë sa më i plot, sa më cilësor dhe sa më kualitativ në Bashkinë e Vlorës. Kemi parasysh që zhvillimi i turizmit në Vlorë është njëkohësisht edhe kontribut i ndërtuesve të Vlorës, sepse zhvillimi i Vlorës nga ana e ndërtuesve ka bërë të mundur edhe një thithje më të mirë dhe një qasje më të mirë të turizmit. Dhe njëkohësisht kjo e alternuar edhe me projekte të tjera të infrastrukturës publike. Në urdhër thuhet, së pari, pezullimi i aktivitetit të ndërtimit në kantieret e ndërtimit që ne nënkuptojmë private, të investimit të kompanive të ndërtimit, tonat. Dhe nga ana tjetër lejohen të gjitha punimet në infrastrukturën publike. Do të thënë, qofse në një anë ne kemi një infrastrukturë publike, po marrim shembull parkimin të universiteti, ose rrugën e Unazës, riasfaltimi i rrugës Unazës, ndërkohë që një objekt që është, po themi, elitar aty ngjitur, me parkimin që po zhvillohet, po është investim privat, duhet të ndërpresi punimet. Ose nga ana tjetër në rrugën e Unazës janë disa subjekte të cilat kanë filluar punën dhe duhet ta ndërpresin në mënyrë të menjëhershme. Çfarë kërkojmë ne si shoqat ndërtuese në lidhje me këtë situatë? E para urdhri kanë nxjerr pak një konfuzion në radhët e shoqërive të ndërtimit, edhe është krijuar një, si të thuash, frenim i kësaj gjëje. Për këtë punë, ne kërkojmë së pari njerë të përcaktohet një afat i arsyeshëm për zbatimin e kufizimeve dhe dhe të jepet leje për punimet të cilat janë emergjente në ndërtim. Çfarë kuptojmë me punime emergjente? Kuptojmë punime të cilat nëse më lajmëron sot në datën 1, që në datën 5 do ndërpres punimet. Unë kam hapur Katllavanin, ngropën e themelit të një objekti shumë kaq, ku kam bërë një seksion pilotimi dhe duhet të mos a hedhë platen e betonit dhe muret përforcuese mbajtëse të strukturës, mbaj gjithë dhe në shëmbje që mos u shpjegoj shumë teknikisht. Mua më duhet një kohë, më duhet 10 ditë, 15 ditë, 20 ditë. Në këtë mënyrë unë s'mundet dot që të marr masat më njerëzshme në pres punimet, sepse kjo sjell sparik rrezikim të jetës së njerëzve, shkeljen e kushteve të sigurisë në punë dhe njëkohësisht ka kosto shumë të mëdha për ne në mënyrë që të ritë fillojmë në një periudhë tjetër punimet. Prej datës 5 qershor e deri në 15 shtator 2026, Bashkia e Vlorës ka urdhëruar kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe pezullimin e përkohshëm të çdo punimi ndërtimor. Urdhri shtrihet në arteriet kryesore dhe zonat bregdetare të qytetit, nga Vlora urbane, Skela dhe Ujë Ftohtë, e deri në Radhim, Orikum, Nart dhe Zvërnec. Qëllimi deklaruar i institucionit lokal është i qartë: lehtësimi i trafikut dhe mbrojtja e sezonit turistik nga zhurmat, pluhuri dhe kaosi ndërtimeve, në një kohë kur qyteti pret fluksin më të madh të pushuesve. Prej datës 5 qershor, sipas një urdhri të nxjerrë nga Bashkia Vlorë, pezullohen të gjithë punimet e ndërtimit në një territor të gjerë, kryesisht pranë zonave turistike dhe janë të specifikuara dhe zonat duke filluar në të gjithë zonat urbane të qytetit të Vlorës, në zonën e Ujit të Ftohtë, të Skelës, të Lungomares e tjerë. Çfarë bie në sy në këtë urdhër është që Bashkia e Vlorës i jep vetes një tagër mbase më të madh se e ka. Pra, ajo thot që kushdo që kryen punime ndërtimi,
automatikisht këto punime janë të pezulluara. Por ndërkohë thotë që ata që do të zhvillojnë punime ndërtimi duhet të koordinojnë me ta. Ndërkohë, për punët publike, ajo thotë që ato do vazhdojnë se kanë një rëndësi infrastrukturore dhe një rëndësi publike të veçantë. Pikërisht këtu në Skel është shembulli më i mirë për të parë këtë gjë. Nga ana e majt pranë universitetit kemi një investim publik. Investimi publik është ndërtimi i parkingut nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ndërkohë në anën tjetër kemi një investim privat. Pra, sipas bashkisë, punimet në investimin privat do të ndalen, ndërkohë në punimet në investimin publik do të vazhdojnë. Por, si investim privat, si investim publik, të dy investimet gjenerojnë të njëjtin impakt, pluhur dhe zhurmë. Si gjysma e pluhurit, si gjysma e zhurmës, si zhurma e plot, është e njëjta gjë. Si do të zgjidhet ky ngërç, pra ndërmjet investimit publik dhe investimit privat. Një problematik tjetër është çdo të thotë punime ndërtimi, sepse nuk specifikohet lihet e përgjithshme. Punime ndërtimi do të ndalen të gjitha punimet e ndërtimit, është për shembull lyerja punime ndërtimi, janë punimet e karpentierëve punime ndërtimi apo jo. Pra do të pezullohen të gjitha punimet e ndërtimit apo do të pezullohet vetëm një pjesë e tyre. Dhe pjesa tjetër është, a është konsultuar bashkia me shoqatën e ndërtuesve, a është konsultuar bashkia me ndërtuesit, apo ka një ide bashkia se cili mund të jetë impakti ekonomik dhe social i këtij urdhri? Por pas këtij qëllimi në duke pozitiv, fshihet një faturë rënd financiare. Pezullimi i punimeve për më shumë se 3 muaj rrezikon të përkthehet në vonesa të dorëzimit të objekteve, penalitete kontraktuale dhe rritje të ndjeshme të kostove për bizneset. Këto të fundit e kishin planifikuar tashmë punën dhe kalendarin e investimeve sipas lejeve të miratuara nga po të njëjtat institucione. Por cili është impakti real i këtij vendimi në ekonomi? Sipas kreut të shoqatës së ndërtuesve Altin Karralli. Ne jemi njohur me urdhrin numër 813 Bashkisë Vlorë, i cili lajmëron gjithë subjektet ndërtuese për pezullimin e punimeve të ndërtimit prej datës 5 qershor. S'pari njerë koha nga njoftimi deri në daljen e këtij urdhri është shumë e shkurtër, që një kantier ndërtimi të mobilizohet të ndërpres punimet në mënyrë të menjëhershme dhe kjo shkakton disi jo vetëm një pakënaqësi të sektorit ndërtimit, por njëkohësisht është edhe një impakt i madh social i gjithë sektorit dhe zinxhirit ndërtimor në shoqërinë tonë. Kemi parasysh që në çdo mëngjes nisen në punë me mira, po them, të punësuar, të cilat janë punëtorë dhe specialistë dhe të cilët çojnë ditën e punës në shtëpi, ushqejnë familjen të sektorit ndërtimit. Sektori ndërtimit përbën shtyllën e dytë kryesore krahas turizmit në lidhje me ekonominë dhe zhvillimin e bashkisë tonë. Po njëkohësisht përbën është edhe një nga bizneset i cili kontribon më shumë me tatime, taksa, duke filluar që nga taksa në infrastrukturë, taksat e përvitshme, kontributet që japim gjithashtu të punonjësit tanë, dhe në këtë mënyrë ndërprerja e kësaj pune jo vetëm që ka një impakt social, sepse do të çojë, domethënë, në ndërprerjen e punës, por do të çojë në ndërprerje pagash e tjera me radhë. Pra, duhet të ndiqet një politik me zbutur dhe të jetë një konsultim më i madh me ne. Unë personalisht nuk e mendoj që kjo gjë do të zbatohet në këtë mënyrë se si ka dalë urdhri, në mënyrë absolute, sepse ndikimi është shumë i madh. Reagimi ka qenë i menjëhershëm, kam mbi 10 kompani që kam individualisht kam bërë kresat e tyre, drejtuar Bashkisë Vlorë, Policisë Bashkiake, në mënyrë që ata të mos synohen sepse janë në proces. Dhe njëherë ripërsërisim kërkesën tonë që ky urdhër të jetë i riformatuar në një mënyrë më të zbutur dhe atje ku me të vërtet ka shqetësime për turizëm, po themi ndotja akustike për ripërsëris në lidhje me makineri të rënda, mjete të tjera me radhë, të ketë orare të zbutura dhe punimet të tjera të cilat nuk ndikojnë në krijimin e zhurmave apo në krijimin e ndotjes mjedisore, ti janë punimet të cilat duhet të vazhdojnë në mënyrë normale. Nëse do të zbatojnë këto masat, të cilat për mendimin tonë janë agresive, ne do të rishikojmë pozicionin tonë në lidhje me këto urdhër.
Për te i humbjeve financiare, thelbi i debatit mbetet në rafshin ligjor. Pika më e nxehtë të këtij urdhri është e drejta e fituar. A ka tagër ligjor bashkia të pezulojë totalisht punimet në objekte që janë pajisur rregullisht me leje ndërtimi. Ndërkohë që pushteti vendor ka autoritetin të menaxhojë trafikun, oraret e furnizimit apo mjetet e rënda, pezullimi një të drejtë të dhënë kërkon një bazë ligjore të padiskutueshme. Së fundmi, ngrihet dhe pikpyetja nëse bashkia po te i kalon kompetencat e saj duke marrë atribute që mund të përkasin institucioneve të tjera të kontrollit të territorit. Sezoni turistik mbetet jetik për ekonominë e qytetit dhe mbrojtja e tij është një domosdoshmëri. Por ky proces kërkon transparencë dhe arsyetim të mirëfillt ligjor për të mos krijuar pasiguri juridike tek bizneset që operojnë konform ligjit. Në portin e Vlorës ka nisur zbatimi i masave për menaxhimin e territorit me qëllim lehtësimin e lëvizjes së pasagjerëve dhe mjeteve që operojnë në port. Sipas drejtorit Valdet Bello, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse synohet garantimi një niveli më të lartë sigurie gjatë periudhës me fluks të shtuar. Në kuadër të sezonit turistik veror në portin e Vlorës ka nisur zbatimi masave të posaçme për menaxhimin e territorit dhe rritjen e sigurisë me qëllim lehtësimin e lëvizjes pasagjerëve dhe mjeteve që operojnë në port. Drejtori i portit të Vlorës, Valdet Bello, ka konfirmuar se plani ka hyrë në zbatim në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, duke synuar përmirësimin e organizimit të territorit dhe garantimin e një niveli më të lartë sigurie gjatë periudhës me fluks të shtuar. Sipas Bellos, duke u referuar përvojës së viteve të kaluara, nga data 1 korrik do të funksionojnë 2 linja tragjetesh me Italinë për t'u përgjigjur kërkesës së shtuar gjatë sezonit veror. Në kuadër të fillimit të sezonit turistik, porti detar Vlorë ka filluar të implementojë planin e ri të sigurisë në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme detare, duke sistemuar territorin me qëllim krijimin e kushteve dhe lehtësirave në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve të cilat operojnë në këtë port. Aktualisht janë bërë disa sistemime në territor, ku parashikohet që dhe trageti të akostohet në mënyrë më të dur dhe duke krijuar disa elementë sigurie të cilët ndikojnë qoftë në akostimin e tij, po dhe në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve. Aktualisht operohet me një traget. Në ditët në vijim, prej datës 1 korrik, pritet që fluksi të jetë sipas edhe lëvizjeve që kemi të shtuara, do të jenë në shërbim 2 tragete, të cilat do të operojnë në orare të ndryshme, por në pikun e sezonit besojmë se do të jenë dhe në të njëjtën kohë, të cilat do të rakordohen mbi bazën e planit dhe përpunimit të mjeteve të pasagjerëve. Drejtori i portit të Vlorës ka bërë të ditur se përgatitjet kanë nisur tashmë, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të shënojnë dhe fluksin më të lartë të lëvizjeve si çdo vit. Për të përballuar këtë ngarkesë, numri i sporteleve funksionale është rritur nga 4 në 6. Aktualisht kemi një numër i cili është linear, por ka filluar ndjeshëm që të rritet, si në numrin e pasagjerëve dhe të mjeteve për përpunim. Mendojmë që për periudhën korrik-gusht, i cili është ajo periudha tradicionale kryesore, do të ketë fluks të shtuar. Aktualisht është bërë plani i ri i sigurisë, në përputhje dhe me drejtorinë e përgjithshme, kemi përshtatur mbi këtë plan, ku përfshihet sistemimi i territorit, rrethimi i ri, ndriçim, asfaltim i territorit dhe shtimi i gabinave, të cilat do jetë për përpunimin e pasagjerëve dhe të mjeteve. Nga 4 gabina që kanë qenë më përpara, janë shtuar 6, të cilat në kapacitet, po themi në sezon, do të përpunohet nga të dyja anët dhe do të krijojë më shumë lehtësira, qoftë për pasagjerët dhe për mjetët. Fundjava që lan pas ka regjistruar një numër më të lartë lëvizjesh në port, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të sjellin sërish një fluks të konsiderueshëm pasagjerësh dhe automjetësh nëpërmjet portit të Vlorës.
Erozioni vijon të guaboroi qindra metra tokë nga Bregdeti. Sipas mjedisorëve, dukuria natyrore vjetre kryesisht në plazhin e vjetër dhe në Zvërnec, aty ku sipas tyre duhen ndërtuar barjera anësore për të mbrojtur Bregdetin. Erozioni sipas tyre nuk shkakton vetëm një dëm natyror, por dhe një dëm të madh në turizëm dhe ekonomi. Erozioni vazhdon prej vitesh në Vlorë duke glaburuar qindra metra tokë nga Bregdeti. Niko Dumani, specialist mjedisi, thot se kemi të bëjmë me një dukuri natyrore, e cila jo vetëm nuk frenohet, por po nxitet më tepër. Ambientalisti tregon se ky fenomen vihet re kryesisht në plazhin e vjetër dhe në Zvërnec, aty ku sipas tij duhen ndërtuar bariera anësore për të mbrojtur glabërimin e Bregdetit. Erozioni nuk shkakton vetëm një dëm natyror, por Dumani thot se shkakton gjithashtu dhe një dëm të madh në turizëm si dhe në ekonomi. Së pari, do të vënë duke që erozioni është një dukuri natyrore, që në periudat të caktuara me faktor jashtë njerëzve, do më thënë nga faktorët natyror, kemi devijime të vijës bregdetare në formën erozioni diku hyn deti në tokë dhe diku deti të riqet dhe rreshon tokë. Këto janë dukuri natyrore të cilat ne, do më thënë, nuk është ndikimi i njerëzve. Por, pavarësisht kësaj, duhet që të dukuri natyrore ta zvogëlojmë sa më shumë. Po ç'po ndodh në vend që të merrem masa për ta zvogëluar këtë dukuri të erozionit, sidomos kur hyn deti, siç ka ndodhur në tek hidrovori te plazhi i vjetër, në vazhdim të plazhit të vjetër, ku është dëmtuar një segment i gjerë, do të thënë pylli, është dëmtuar si dëm, do të thënë ka shkaktuar ky erozion një dëm ekonomik, por ka zvogëluar edhe si përfaqe ranore, si përfaqe akomodimi, potencialisht për akomodimin e turistëve. Ky është një dëm ekonomik. Tani, problemi qëndron se çfarë duhet bëjmë. Tani fillon bara që i takon qeverisjes, në radhë të parë qeverisjes vendore, por për disa probleme teknike mund të ndërhyjë dhe qeveria qendrore, dhe ajo bëhet në zgjidhje hidroteknike. Do të thënë, specialistët dinë të mendojnë me barierat të ndryshme, bëjnë të mundur që të pengojnë hyrjen e detit. Edhe në këtë territor ku jemi, dikur qysh para çlirimit, gjithë vija bregdetare e kësaj lungomarës ka qenë me bloqe betoni, sepse ka patur një periudhë erozioni të vrullshëm drejt tokës, prandaj ishte vënë një rrjet, një zgjidhje hidroteknike me bloqe të mëdha betoni, e cila pengonte ecjen e mëtejshme drejt territorit toksor. Specialisti mjedisit pohon se fenomeni erozionit në Vlorë është nxitur si rrjedhoje e betonizimit të Bregdetit, ku detit si rrjedhoje e projekteve të ndryshme infrastrukturore të realizuara ishte marrë territor duke ndërhyrë në mjedisin detar dhe deti është kundërpërgjigjur duke ndërhyrë në anën tjetër të qytetit dhe duke marrë tokë në Bregdet. Thashë, jo vetëm që nuk po veprohet për të penguar, por e kemi shtuar ndikimi dhe e kemi nxitur erozionin. Erozioni nxitur është në këtë mënyrë. Ja në këtë sipërfaqe jemi këtu. Është marrë një territor toksor nga deti rreth 60 metra. Pra, ne kemi hyrë në mjedisin detar. Nëse kemi hyrë në këtë mjedis detar, dikur deti do të hyjë në tokë në vend tjetër. Dhe konkretisht kemi tek hidrovori. Po kemi edhe në zonën e Akërnis dhe tek lagunat e Kallangës, që i thonë. Atëherë të gjitha këto janë ndikime që vijnë nga njeriu. Pra kemi faktori natyror që duhet i kundërvijemi për ta zbutur, por jo vetëm që zbuti, por ne dhe nxisim me investime teknike, sidomos urbanizimi. Dhe diçka të fundit, keni shpresë se ky fenomen do të ndalet ose mund të ndalet? Tani ne kemi një përvojë, unë kam një përvojë shumë të vjetër, domethënë për shumë vitesh, dhe jo se jam pesimist, po duke pas të dhënat që kam ndjekur, është vështirë. Për shkak të betonizimit të Bregdetit për projekteve rehabilituese të cilat janë realizuar në brendësi të territorit detar, erozioni ka prekur disa zona të tjera në Radhim, Orikum, Zvërnec dhe në mjedisin e mbrojtur Pish Poronart, në të cilat kjo dukuri natyrore nuk ishte vërejtur deri më tani. Igli Bimaj është tashmë kreu i ri i njësisë administrative e Shushicës. Ai ka zvendësuar në këtë detyrë Birçe Aliajin, ndërsa Bimaj pritet të përballet me sfida që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës, mbështetjen e fermerëve, rritjen e shërbimeve për komunitetin dhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës. Igli Bimaj është kreu i ri i njësisë administrative e Shushicës, duke zvendësuar në këtë postë Birçe Aliaj, i cili është larguar rreth një muaj më parë.
Birçali u largua nga ky post pasi mbajti drejtimin e njësisë administrative të Shushicës prej gati 10 vitesh, ndërsa zvendësimi i tij është kryer vetëm 1 muaj më parë. Bimaj më parë ka mbajtur poste të ndryshme kryesisht në shëndetësi, duke punuar si infermier në qendrën shëndetësore verore, ndërsa tashmë ka marrë një detyrë të re duke drejtuar qendrën administrative të Shushicës. Bimaj vjen në këtë post prej gati 1 muaj, kjo edhe në kuadër të ndryshimeve të kryera në disa prej njësive administrative apo brenda pushtetit vendor në qytetin e Vlorës. Igli Bimaj është kreu i ri njësisë administrative Shushicë. Ai zëvendëson në këtë detyrë Birçalia, i cili e mbajti këtë post për rreth 10 vite duke drejtuar njësinë gjatë një periudhe të rëndësishme për zhvillimin e zonës. Ndryshimi në drejtimin e njësisë administrative Shushicë u realizua rreth 1 muaj më parë në kuadër të lëvizjeve dhe riorganizimeve të ndërmarra në disa njësi administrative të Bashkisë Vlorë. Më herët një ndryshim i ngjashëm u krye edhe në njësinë administrative Orikum. Igli Bimaj vjen në këtë detyrë me një eksperiencë të mëparshme në sektorin e shëndetësisë. Për vite me radhë ai ka ushtruar profesionin e infermierit, duke shërbyer në disa qendra shëndetësore dhe duke qenë pranë komunitetit në ofrimin e shërbimeve mjekësore. Prej 1 muaji ai drejton njësinë administrative Shushicë, një zonë e njohur për karakterin e saj rural dhe potencialin në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Banorët e kësaj njësie mbështeten kryesisht në aktivitete bujqësore dhe blegtorale, të cilat provojnë bazën e ekonomisë lokale. Në krye të kësaj njësie, Bimaj pritet të përballet me sfida që lidhen me përmirësimin e infrastrukturës, mbështetjen e fermerëve, arritjen e shërbimeve për komunitetin dhe zhvillimin e mëtejshëm të zonës. Rruga e cila lidh 8 fshatra të Bashkisë Selenicë ka rënë. Shirat e rrëmbyeshëm gjatë vjeshtës dhe dimrit kanë bërë që segmenti rrugor në drejtim të 8 fshatrave të pësojë të tjera dëmtime, duke rrezikuar të dalë jashtë funksionit. Janë rreth 15 kilometra për të cilat bashkia thotë se nuk i ka fondet e mjaftueshme për ndërhyrje. Rruga e cila lidh 8 fshatra të Bashkisë së Selenicës ka rënë. Shirat, të cilat kanë qenë të rrëmbyeshëm gjatë vjeshtës dhe dimrit, kanë bërë që segmenti rrugor që fillon nga Vajza në drejtim të 8 fshatrave të pësojë të tjera dëmtime, duke rrezikuar që të dalë jashtë funksionit. Pjesa më e dëmtuar e segmentit rrugor është ajo e cila fillon nga fshati Vajzë, kalon në parkun antik të Amantias, në Ploç dhe më pas dëmtimet vijojnë deri në Sevaster. Bëhet fjalë për rreth 15 kilometra segment rrugor që lidh krahinën e Sevasterit me rrugën e Lumit të Vlorës, me Selenicën dhe sigurisht me qytetin bregdetar të Vlorës. Një prej problematikave më kryesore që ka sot Sevasteri dhe njësia administrative, ku përfshihen disa fshatra, është pikërisht dëmtimi i segmentit rrugor. Rruga, duke filluar nga fshati Vajzë dhe deri në Sevaster, ka mbi 6 vende në të cilat ka rrëshqitur dhe gjithë pjesa e asfaltit është rrëzuar në pjesën kodrinore, duke shkaktuar një amortizim të mëtejshëm. Shirat e dimrit kanë bërë që kjo situatë të agravoj edhe më tepër, por ndërkohë që kanë kaluar muaj, ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e segmentit rrugor, i cili, kur do të ketë sërish shira në vjesht apo në dimër, rrezikon që të bjerë akoma dhe më shumë të shkatërohet duke izoluar një zonë të gjerë. Ky segment rrugor lidh fshatrat Golimbas, Dushkarak, Shkoz, Mazhar, Ploç, Lezhan, Amonic dhe Sevaster. Dikur në këto zona kanë qenë në total rreth 5500 banor. Numri i banorëve që jetojnë në këto fshatra sot është më i ulët, por sërish mbetet i konsiderueshëm. Nëse ky segment rrugor rëshket sërish dhe dëmtohet, ka rrezik që të dalë jashtë funksionit. Krahina e Sevasterit, nëse rruga bie, izolohet totalisht. Është një krahinë e cila nuk ka një dalje tjetër veç këtij segmenti. Kjo rrugë që po shihni në pamje është ndërtuar nga pushtuesit italian në 1928 dhe prej asaj kohe nuk ka parë më asnjë investim, veç disa ndërhyrjeve të pjesshme apo mirëmbajtjeve kur situata është rënduar tepër. Po flasim këtu për një aks të dikurshëm nacional që me anë të një ure lidhet me Tepelenën dhe përdorej më parë për të lidhur Vlorën me Tepelenën. Projekti i urës ka mbetur pezull i realizuar 80% dhe prej vitesh nuk po vijon. Bashkia Selenicë me fondet që ka është e pafuqishme që të rehabilitojë në total këtë segment rrugor pasi i mungojnë fondet. Aksi është nacional dhe duhet ndërhyrje nga qeveria shqiptare për rehabilitimin e tij. Sigurisht që projekti kërkon miliona që pushteti lokal i zonës nuk i ka. Kanë aplikuar për mbështetje edhe nëpërmjet projekteve në pushtetin qendror, por deri më tani nuk ka asnjë përgjigje. Do të ndalemi në të tjera zhvillime kulturore ku gërmimet në parkun arkeologjik të Amantjes pritet se sillin të dhëna të reja dhe të rëndësishme mbi këtë zonë me vlera të veçanta historike. Sipas arkeologut Krelidian Çipa, puna do të përqendrohet në atë që konsiderohet zona urbane e qytetit antik.
Parku arkeologjik i Amantias pritet të cilë përmes gërmimeve që do të vijojnë të dhëna të reja dhe të rëndësishme mbi këtë zonë me vlera të veçanta historike. Arkeologu dhe historiani Krel Dian Qipa konfirmon se tashmë puna do të përqendrohet në atë që konsiderohet zona urbane e qytetit antik. Në këtë pjesë janë kryer gërmime për herë të parë gjatë viteve 50-60, ndërsa prej asaj kohe nuk ka patur më ndërhyrje arkeologjike. Rifillimi i kërkimeve pritet të nxjerrë në dritë informacione të reja mbi historinë, kulturën, urbanistikën dhe fazat e zhvillimit të parkut arkeologjik të Amantias. Sigurisht që do të kemi gërmime në vijim, ne sapo kemi filluar të gërmojmë pjesën e të quajturës agora apo pjesa publike e qytetit antik. Këto gërmime duhet të thënë që rimarrin gërmimet e nisura nga Hasan Ceka dhe Skëndera Namari në vitet 50-60. Që për asaj kohe në pjesën e qytetit antik nuk është ndërhyrë më për të bërë gërmime arkeologjike dhe ndërhyrje të tjera të kësaj natyre. Kështu që kemi rimarrë të pjesë për të kuptuar më shumë rreth qytetit antik, rreth urbanistikës, rreth historisë, rreth fazave të zhvillimit të tij. Sigurisht që Amantia si çdo qytet tjetër ka pasur shtresa të ndryshme shoqërore që kanë jetuar në të. Sigurisht është një qytet i spikatur për aristokracinë e vet dhe këtë ne dallojmë jo vetëm nga prania e stadiumit dhe ndërtesave të tjera me karakter monumental, por edhe nga varet monumentale. Sigurisht pastaj ka pas dhe shtresa të tjera shoqërore, të cilat janë marrë me aktivitet blegtoral, bujqësor, me tregti, me aktivitete të ndryshme, të cilat sigurisht kanë krijuar atë shumëllojshmërinë e jetës së qytetit antik, si çdo qytet tjetër sigurisht i lirisë së jugut në atë periudhë. Është e rëndësishme për historinë, pasi ne fillojmë të kuptojmë, le të themi, organizimin e Amantias në shekullin e 3 para erës sonë, organizimin urbanistik dhe të njëjtën kohë edhe zhvillimin demografik të saj, por nga ana tjetër është e rëndësishme sepse kuptojmë që në shekullin e 5-6 pas erës sonë, Amantia ka qenë një nga qytetet në qendër, le të themi, të konflikteve të asaj periudhe. Sigurisht gërmimet na kanë treguar më shumë se kaq, gërmimet se ne është viti 6 që ne gërmojmë aty, është fushata e 6 e gërmimeve arkeologjike që ne zhvillojmë aty dhe ne tashmë kemi zbuluar që aty ka një vijimësi të jetës edhe në shekujt 8, 9, 10, pra në mesjetën e hershme dhe në vijimësi deri në periudhën moderne ku është ndërtuar fshati i Ploçës dhe ende aty banojnë, ende ka akoma banor që banojnë aty, kështu që është një qytet i jashtëzakonshëm me një vijimësi jete nga preistoria deri në ditët e sotme. Vetëm pak kohë më parë në këtë park u realizua një tjetër zbulim i rëndësishëm arkeologjik, ndërkohë specialistët do të vijojnë me ndërhyrje të tjera, të cilat pritet të pasurojnë më tej njohuritë historike për këtë qendër me rëndësi të madhe për trashëgiminë kulturore dhe historike të vendit. Gjatë monitorimeve të grupit të inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në vijën bregdetare të Qeparojt, është bërë i mundur lirimi i një sipërfaqe publike plazhit të zënë në kundërshtim me rregullat, ndërsa ndaj subjektit u mor masa administrative. Një tjetër hapësirë publike në vijën bregdetare të Qeparojt i ishte rikthyer qytetarëve pas ndërhyrjes së strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe administrimin e plazheve. Mësoj se gjatë monitorimeve të kryera nga grupi inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit u bëi mundur lirimi i një sipërfaqe publike plazhi të zënë në kundërshtim me rregullat, ndërsa ndaj subjektit u mor masa administrative. Siç mësohet, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe njësitë e vet qeverisjes vendore vijojnë kontrollet në terren për garantimin e respektimit të hapësirave publike dhe standardeve të plazhit përgjatë Bregdetit. Në zonat bregdetare të vendit këtë vit ka më shumë plazhe publike në dispozicion të pushuesve në dallim nga vitet e kaluara. Këtë vit, përveç se ka hapësira më të shtuara të plazheve publike, bashkitë bregdetare kanë siguruar edhe çadra falas për qytetarët dhe turistët e huaj që mbushin plazhet çdo ditë e çdo orë deri në perëndimin e diellit. Mësohet se monitorime dhe inspektime do të vazhdojnë gjatë gjithë sezonit turistik për të parandaluar zaptimin e palishëm të hapësirave publike dhe për të garantuar respektimin e kuadrit ligjor në zonat bregdetare. Tek zhvillimet ekonomike, ripopullimi i ujrave të brendshëm me rasate peshku mbështetet edhe këtë vit përmes skemës kombëtare 2026, një masë që synon zhvillimin e sektorit të akvakulturës në vend. Sipas Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, subjektet e interesuara mund të përfitojnë mbështetje financiare për blerjen e rasteve të peshkut. Skema kombëtare financim deri më 200.000 lekë për rasatet e peshkut.
Ripopullimi i ujrave të brendshëm me rasate peshku mbështetet edhe këtë vit përmes skemës kombëtare 2026, një masë që synon zhvillimin e sektorit të akwakulturës në vend. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën të ditur se subjektet e interesuara mund të përfitojnë mbështetje financiare për blerjen e rasatave të peshkut që përdoren për ripopullimin e risheneve, rezervuareve dhe ujrave të tjera të brendshme. Sipas skemës, financimi mbulon 50% të vlerës së faturave tatimore të paraqitura nga aplikantët, ndërsa vlera maksimale e mbështetjes arrin deri në 200.000 lekë për çdo subjekt përfitues. Kjo masë konsiderohet e rëndësishme për ruajtjen dhe shtimin e fondit peshkor në ujrat e brendshëm, duke kontribuar në balancën ekologjike dhe në rritjen e potencialit prodhues të sektorit. Mbështetja financiare synon gjithashtu të nxjisë investimet e aktivitetit të akwakulturës dhe të krijojë mundësi më të mira ekonomike për operatorët që vijojnë në këtë fushë. AZBR bën të ditur se procesi i aplikimit është i hapur dhe u kërkon të interesuarve të përfitojnë nga kjo mundësi mbështetjeje. Për informacione shtesë dhe asistencë teknike gjatë aplikimit, fermerët dhe subjektet mund t'i drejtojnë agropikave ose zyrave rajonale të ekstensionit bujqësor në të gjithë vendin. Skema kombëtare 2026 përbën një nga instrumentet kryesore të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural, duke financuar 9 masa mbështetëse dhe 3 skema investimi që synojnë rritjen e prodhimit, përmirësimin e konkurrueshmërisë së sektorit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri një ditë më parë në Vlorë te rrethrotullimin në lagje 24 maj. Sipas policisë, i plagosur ka mbetur 27 vjeçari Laza, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori pas sulmit me armë zjarri është larguar nga vendngjarja dhe mësoi se policia po punon për kapjen e autorit dhe zbardhjen e rastit. Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri një ditë më parë në Vlorë tek rrethrotullimin në lagje 24 maj. Siç bëhet me dije, i plagosur ka mbetur 27 vjeçari Laza, i cili ka marrë një plumë në pjesën e kofshës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësoi se autori, 55 vjeçari Aligjoni, pas sulmit me armë zjarri është larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për kapjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të këtij rasti. Ndërkohë rastin e informon dhe policia e Vlorës në njoftimin e saj zyrtar. Rreth orës 18:30 në lagjen 24 maj dyshohet se pas një konflikti ndërmjet të dy shtetasve, 55 vjeçarit dhe 27 vjeçarit, ka mbetur i plagosur me armë zjarri 27 vjeçari. Shërbimet e policisë kanë shkuar me një në vendngjarje dhe kanë vijuar kontrollet intensive për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit, 55 vjeçar autorit të dyshuar të plagosjes. Ndërkohë, 27 vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes. Kandidati për kryeministër i Lëvizjet Vetëvendosje Albin Kurti ka shpahur fitoren për zgjedhjet e 7 qershorit, ndërsa u shpreh i gatshëm për bashkëpunim me partitë e tjera të deri më tanishme në opozitë. E dyta është renditur Partia Demokratike e Kosovës, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje fiton zgjedhjet në Kosovë. Kurti deklaron se na mungon kuvendi, por do afrohemi me opozitën. Kandidati për kryeministër i Lëvizjet Vetëvendosje Albin Kurti ka shpallur fitoren për zgjedhjet e datës 7 qershor, ndërsa u shpreh i gatshëm për bashkëpunim me partitë e tjera që deri tani ishin në opozitë. Duke folur përpara simpatizantëve vet në sheshin Skënderbeu, Kurti tha se do të angazhohen për të zgjidhur çështjen e presidentit. Në fjalimin e tij, Kurti tha se Kosovës i mungon funksionalizimi i kuvendit, duke kritikuar partitë opozitare për bllokimin e procesit. Ai u shpreh optimist se legjislatura e 11 do të konstituohet pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, ndërsa paralajmëroi komunikim dhe bashkëpunim me gjitha subjektet politike në javën e ardhshme. Kurti gjithashtu uroi qytetarët për fitoren, sipas tij të gjithë garojnë, shumica votojnë dhe Lëvizja Vetëvendosje fiton. Kurti tha se nuk ka pasur vështirësi që si qeveri nuk e kanë tejkaluar edhe atëherë kur është dukur e pamundur. Kurti ka deklaruar se kjo përbën konfirmim të një dekade qeverisje të Lëvizjes Vetëvendosje, duke falendëruar mbështetësit për angazhimin e tyre. Sipas tij, Lëvizja Vetëvendosje do të vijojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Edhe në këto zgjedhjet e pesta për më pak se 7 vite u dëshmua që gjithë garojmë, ka deklaruar Kurti, shumica votojnë dhe ne fitojmë. Ne i bëjmë bashkë sigurinë e shtetit dhe kufive me mirëqenien e shtetit dhe qytetarëve. Nuk ka vështirësi që nuk e kemi tejkaluar dhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne kemi realizuar, tha në fjalët e tij përpara mbështetësve Albin Kurti. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më tashmë janë numëruar 99.40% e kutive të votimit. Nga rezultatet, deri më tashmë Lëvizja Vetëvendosje ka arritur 297.295 vota,
ose 42.92%, ndërkohë në zgjedhjet e 26 dhjetorit, lëvizja vetëndosja kishte arritur 51%. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju përshëndes. Miropafshi.